Ekuacionet pjesa e 10. Jepet një ushtrim ku thuhet se gjatësia e katetit të një trekënd shikëndrejt është 7 cm më pak se gjatësia e katetit tjetër. Gjatësia e hipotenuzës është 13 cm dhe në këto kushte kërkohet të gjendet gjatësia e të dy kateteve. Atëherë për zgjidhjen e këtij problemi do të shfrytëzojmë faktin se kur në një trekënd shkëndrejt njohim gjatësitë e dy kateteve dhe atë të hipotenuzës, atëherë kemi të drejtë të shkruajmë barazimin e Pitagorës, barazim që për rastin ton jepet në formën a4 plus b4 baras me c4. Duke ju rikthyer ushtrimit ton, po shënojmë me x gjatësinë e njërit katet, po e quajmë si kateti i parë, dhe duke patur parasysh të dhënat e problemit ku thuhet se gjatësia e njërit prej kateteve është 7 cm më pak se gjatësia e katetit tjetër, mbetet që kateti i dytë të jetë 7 më i madh se kateti i parë. Pra, po e shënojmë me x plus 7 gjatësinë e katetit të dytë. Shtojmë në të dhënat e figurës dhe faktin që gjatësia e hipotenuzës është 13 cm. Atëherë, kemi të drejtë të shkruajmë barazimin e Pitagorës. Për rastin ton, pra kemi x katror plus x plus 7 në katror baras me 13 në katror. Duke patur parasysh formulën e katrorit të shumës së dy kufizave, të cilën do ta zbatojmë për klapën x plus 7 të ngritur në katror, do të marrim barazimin x katror plus, më tej kemi zhvillimin e klapës në katror, pra x katror plus 2 shumëzon x shumëzon 7 plus 49 baras me 13 në katror që është 169. Më tej kryejmë veprimet, do të kemi 2x katror plus 14x plus 49 baras me 169, dhe duke kaluar 169 në anën e majtë me një ndrim shenje, pra kalon minus 169, duke mbledhur me plus 49, do të marrim minus 120. Mund ta thjeshtojmë me 2, pra të gjitha kufizat i pestojmë me 2, do të marrim më tej barazimin x katror plus 7x minus 60 baras me 0. Atëherë pikërisht zgjidhja e këtij ekuacioni, që është paraqitur nëpërmjet këtij barazimi, do të na jap vlerën e x-it, pra gjatësinë e katetit të parë. Këtu po vazhdojmë me zgjidhjen e ekuacionit që morëm pak më përpara, pra x katror plus 7x minus 60 baras me 0 është një ekuacion i gradës së dytë i formës ax katror plus bx plus c baras me 0 dhe zgjidhjet e tij dalin nëpërmjet këtyre dy formulave. Atëherë fillimisht përcaktojmë koeficientët a, b dhe c. A-ja është 1, b-ja 7 dhe c-ja minus 60. Më tej nga formula e dallorit, që është e barabartë me b katror minus 4ac dallori, pra kemi për rastin ton 7 në katror minus 4 shumëzon 1 shumëzim minus 60, nga ku duke kryer më tej veprimet kemi 49 plus 220 baras me 289. Më tej vazhdojmë me gjetjen e rrenjve, kemi x1 dhe x2 baras me minus b, pra minus 7, plus minus rrenjë katrore të dallorit, në rastin ton rrenja e 289-s, e gjitha kjo mbi 2 që shumëzon 1. Nga ku duke zvendësuar më tej rrenjën e 289-s me 17 dhe njëherë për veprimin plus dhe njëherë minus 17, do të marrim dy rrenjë, x1 baras me 5 dhe x2 baras me minus 12. Atëherë i rikthehemi asaj çfarë kemi paraqitur në lidhje me figurën tonë, duke shtuar dhe rrenjët që u morën nga zgjidhja e ekuacionit x katror plus 7x minus 60 baras me 0. Pra, kemi në rastin e dytë një rrenjë që është numër negativ. Ne po flasim për një gjatësi kateti dhe gjatësitë janë gjithmonë numra pozitiv. Kështu që kjo zgjidhje që mund të pranohet nga ana algebrike nuk pranohet në rastin ton nga ana gjeometrike. Pra mbetemi vetëm tek rasti që x-i është i barabartë me 5, që po e shënojmë si një gjatësi që i takon katetit të parë, po e vendosim dhe tek figura jon, dhe duke patur parasysh që kemi x plus 7 për katetin e dytë, do të shkruanim 5 në vend të x-it plus 7 baras me 12, ku 12-a përfaqëson gjatësinë e katetit tjetër. Pra deri këtu kemi një diferencë
të njëjtë pra me atë që na është dhënë në ushtrim, 7 cm. Nga ana tjetër, nëse zbatojmë teoremin e Pitagorës për katetet 5 dhe 12 dhe hipotenuzën 13, shikojmë që 12 në katror plus 5 në katror baras me 13 në katror, sepse vlerat e tyre 144 plus 25 po të mblidhen nga ana e majt japin 169, pra aq sa është 13 në katror. Pra përfundimisht 5 dhe 12 janë gjatësitë e kateteve për problemin që është shtruar.